Gjatë 72 orëve, zonja dhe zotëri, të kaluara jam linçuar dhe kërcënuar nga grupe të organizuara në Kosovë dhe jashtë vendit. Dua ta theksoj një gjë të tillë. Më kërcënuan me jetë dhe me familje, më linçuan në format më brutale dhe me përqasje shpesh herë antisemitiste. Më etiketuan si argat i së keqës, ndërsa thanë se me punën që po bëja, po veproja sikur të merrja anën e Serbisë në raport me Kosovën gjatë luftës së vitit 1999. Zona o zotëri, dua të theksoj një gjë me shumë rëndësi. Familja ime sistematikisht ka qenë persekutuar, mund nga Serbia e Miloševićit, ndërsa babai im, krahas faktit që ka qenë i kidnapuar e i burgosur politik, ka qenë i detyruar të braktisë shtetin e sotëm, sepse atëherë se kishim, për të kujdesur për familjen e për të vazhduar kauzën për liri në fushën e gazetarisë. Pikërisht, unë jam gjenerata e dytë e gazetarëve në familjen time.